Përsëri jemi së bashku për një iftar tjetër shumë të shpejtë dhe të shijshëm. Si menu kryesore kam përgatitur perime të përzira me kofsha pule të përgatitura në përshporta letre, të shoqëruara me pilav, peperonka dhe qepë të kuqe. Kam përgatitur çorbë me mish pule, pije, lëngdardhe, e përgatitur vetë në kushte shtëpie, bukë të shëndetshme integrale tonos, si ëmbëlsirë kam përgatitur tamëlloriz me nisheste dhe tatlike malpasha, hurme të mbushura me kadajf dhe krem fëstëku. Besoj se kanë ju pëlqyer recetat kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij tamëllorizi. Është një tamëlloriz i cili dallon nga tamëllorizi tradicional sepse përgatitet me nisheste dhe sipër i vendoset tatlike malpasha. Në fillim morim një gotë, e mbushim me oriz, gota 200 ml. Këto masa janë për 6 persona. Orizi duhet jetë i kokrës së rrumbullak, nuk duhet jetë kokër gjatë. E marrim e hedhim në një kullojse, pasi e kam pastruar domethënë mirë, tash e bëjmë larjen e orizit mirë dhe e kulloj. Kam bërë larjen mirë të orizit dhe kam kullu. E hedhi në një tenxhere të lloji që nuk nxeh. Si për orizit do hedhi vetëm se pak krip, dikon me maja gishtat. Kripa ndihmon që orizi mos ngjitet për tenxhere. Dhe ja shtoj ujin, do i shtoj ujë val të nxehtë. Për këto masa është e mjaftueshme 3 gota nga 200 ml me ujë val të nxehtë. Dhe gota e tretë. Tenxherën tash e vendosi në zjarr. Rrezi zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zi masën derisa të shterret uji duke e përzier vazhdimisht. Vërtet është një ëmbëlsirë shumë e shijshme, e lehtë, shkon shumë pas iftarit, ja vlen me provu. Patjetër duhet të qëndroni afër zjarrit kur të bëni zirjen e orizit kështu me ujë, sepse shumë shpejt e merr ujin. Orizit ju ka shterur lëngu, je kam përzir vazhdimisht që mos ngjitet përrejne, shumë e rëndësishme është që mos ngjitet se më pas do i vjen një erë shumë e keqe tamëllorizit. Tash ja shtojna qumshtin, gjithsej për këto masa të orizit na nevojitet 1 litër me qumsht. Qofse keni qumsht bio, shumë më i mirë do del tamëllorizi. Tash masën e përzim përsëri kështu vazhdimisht derisa ajo të fillojë të vlojë, që mos ngelet truçja orizi, për atë arsye bëjmë përzierjen. Masa ka filluar që të vlojë, tash e ulim temperaturën në të ulët dhe e zi masën për 1 orë, e përzim her pas here, nuk ka nevojë që ta përzim vazhdimisht. Masën e kam zier për 50 minuta, është zier mirë kokra e orizit. Tash marrim një lugë gjysmë të mesme me nisheste dhe ja shtojna 250 ml me qumsht dhe masën e përzim mirë kështu që nishesta mos ngelet kokra. Nduhem që ta përzim mirë. Kam përzier mirë masën. Tash e shtoj në tenxhere dhe e përzi kështu dhe e la që të zihet për 10 minuta në temperaturë të ulët. Përbëjmë përzierjen her pas here. Kam zier masën rreth 10 minuta, pasi ja kam shtuar nishestën. Tash ja shtoj një gotë 200 ml me sheqer, mund t'i shtoni sheqer sipas dëshirës, dhe një vanillë sheqeri për aromë. Tash e përzina masën, kështu, dhe zi për 5 minuta duke e përzier vazhdimisht. Dhe masa është gati që të largohet nga zjarri.
Dhe ta molorizin kështu voltën nxehtë e kalojmë në përpjatat ku do bëjmë servimin. Kur të shti nxehtë se më pas i jipet forma kuçtovës dhe nuk mund të kalohet në përpjata, sepse kur të ftohet nuk mund të kalohet në përpjata, i jipet forma ashtu e enës ku qëndron. Kështu në këtë mënyrë i mbushim gjithë pjatat. Me ta moloriz, ka një aromë shumë të mirë, besoj se dhe shija nuk ka për mi mungu. Kam mbushur pjatat me ta moloriz, tash e lën të ftohet në frigorifer në së paku për 2 orë dhe do jetë gati për konsumim. Tamolorizat janë ftohur, tash sipër do ju vendosi nga një tatli kemal pasha. Kështu, tek secila vendosi nga një copë. Vërtet ja jep një shije shumë të mirë tatlija. Recetën e tatlisë kemal pashës e keni parë në kanalin tonë. Dhe sipër do e dekoroj pak kështu secilën me pak fëstëk të coptuar. Pasi perimet dhe mishi janë të marinuara, përgatisim shporta në këtë formë. Pas sa persona gatuani, atë shporta përgatisni. Merrni një letër përpjekje që janë kështu të prera të gatshme dhe ndani në gjysmë. Kështu në këtë mënyrë i formoni korpat. Ndani në gjysmë dhe filloni që t'ja jepni formën e një harmonike gjithë letrës. Kështu në trasi dikur rreth 2 cm. Dhe nga ana tjetër veprojmë kështu në mënyrën e njëjtë, duke ja dhënë formën e harmonikës. Pasi letrës përpjekja, kam dhënë formën e harmonikës, marr dhe e lidhi nga të 2 anët. E lidhim më fort. Dhe nga ana tjetër bëj lidhjen. E kam lidh letrën ka të 2 anët, kështu tash në fillim ja hapi qoshët të 2 anët. Dhe kështu në mes e formoj një gropë. Ja pra në këtë mënyrë formohen shporta. Pra unë do i formoj 3 të tilla. Një është edhe një tjetër do e formoj. Për këtë iftar, si menu kryesore do përgatis perime të përzira me kofshë shpule të pjekura në furrë. Unë jam duke përgatit për 3 persona, andaj i përdori këto masa. Kam 700 gram patate, 3 karrota të mdoja, 1 kungullish, 1 spec jeshil dhe 1 spec të koq. Marrim dhe gjithë perimet i coptoj në copsa. Kështu nuk ka nevojë në copsa shumë të vogla të coptojnë patatët. Patatët janë të vogla dhe do i ndaj vetëm në gjysmë, i hedhi në një enë të madhe. Në këtë mënyrë veproj me gjithë perimet duke i coptuar. Kungullishkën do e pres kështu në feta. Kam bërë coptimin e gjithë perimeve, si që vëreni karrotat i kam prej në fetat holla, specat kështu në copsa vogla. Tash ja hedhi melmezat, ja hedhi një lugë gjelle me veget dhe një lugë mesme me oregano. Dhe i shtojmë vaj, dikon rreth 50 ml. Marrim dhe i përzim mirë gjithë perimet. Kështu me një lugë dhe një piron, përzidhja bëhet shumë shpejt.
Dhe perimet janë gati, tash marrim kofshat e pulës dhe i marinojna. Kofshave të pulës ju kam largu lëkurën, tash marrjejmë dhe në të hedhi përgatis marinatën. Në të hedhi një lugë të mesme me biber të kuq, një lugë të mesme me veget, magdanos të thatë hudhër të bluar dhe biber të zi, nga një lugë të vogël, dhe ja shtojna pak vaj, dhe masën e përzina mirë, dhe me këtë masë i lim kofshat e pulës nga të dy anët. Nduhem që t'i li mirë. Dhe nga ana tjetër do veproj në mënyrën e njëjtë. Tash i kalojna në për shporta perimet dhe mishin. Shportat i kam vendosur në tepsinë e shporetit elektrik dhe në fillim shportat i mbushi me perime, po gjatë kohës që hedhi perime mundohem që të bëj përzierjen e perimeve. Kështu në këtë mënyrë i mbushim gjithë shportat me perime. Kam mbushur shportat me perime, tash vajin e ngelur në fund të enës ju hedhim sipër. Sipër perimeve vendosim kofshat e pulës, tek secila nga një. Tash tepsinjen e mbuloj me foli alumini. Mbuloj mirë nga gjithë anët. Dhe pjesën tjetër. Dhe tepsinjen e fusim furrë të nxehtë në temperaturë 250 gradë rreth 1 ore. E kam largu tepsinjen nga furra, tash ja largoj folin e aluminit. Dhe sipër do i shtoj kashkavall qumshti. Mundohem që kashkavallin më shumë ta vendosi nga kofsha. Dhe kofsha përsëri kthej në furrë në të njëjtën temperaturë rreth 10 minuta. Menyen kryesore do ta shoqëroj me pilav. Këtu në tenxhere kam shtu 100 gram me gjalp. Tenxheria duhet jetë lloj që nuk nxeh. Dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare shkrim gjalpin plotësisht. Gjalpi është shkryer plotësisht, tash ja shtojna 100 gram me bizele. Shtojna bizelet rreth 5 minutave. Bizelet kam fërguar për 1 minutë, tash ja shtoj orizin. Oriz gjithsej do shtoj një gotë 200 ml shemir, po orizi është enkas për pilav, është i kokrës së gjatë. Nëse nuk keni enkas për pilav, duhet që të përdorni oriz të kokrës së gjatë. Tash e shtojna, e kam lar, e kam pastru dhe e kam pullu. E shtojna dhe e përzina kështu për 2-3 minuta. Kam fërguar orizin, ka fillu që të rrëshkohet, tash e ulim temperaturën në të ultën dhe e fërgojmë dhe rreth 1 minutë tjetër. Tash ja shtojna 2 gota nga 200 ml me ujë val të nxehtë. Shtoj një lugë e gjysmë të mesme me veget dhe i shtojna pak lëng limoni që mos ngjitet përejne pilavi. E përzi kështu mirë masën. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe pilavin do e zi kështu në temperaturë të ulët derisa të shterret gjithë uji. Dhe në fund përgatisim supën apo çorbë, si t'i themi, të cilën do e përgatis me mish pule.
Këtu në tenxhere kam vendosur një kovë shpule, ja shtoj një lugë e gjysmë të mesme me veget dhe ja shtoj 1 litër me ujë. Dhe i zi zjarrin në temperaturë mesatare do e zi mishin rreth 25 minuta. Kam zirë mishin, gjatë zirjes i kam shtu ujë dhe ja kam larguar shkumën e formuar sipër. Tash e largoj mishin që të bëj shprishjen. Derisa mishi pak të ftohet, ne në tenxhere shtojmë kështu një gjysmë gote, jo bash gjysmë më pak, me fide apo makarona të këtij llojit. Nuk ka nevojë që t'i hedhim viget, i kam hedhë mjaftueshëm. Tash e përzi pak që makaronat përhapen në gjithë masën. Marr një enë të madhe dhe në të shtoj 2 lugë gjelle me miell, 3 lugë gjelle me kos dhe 1 vezë. Masën e përzina mirë, kështu. Mundohem që mielli mos ngelet topka, ta bëj përzierjen mirë. Tash marr lëng në tenxhere, kështu një garuzhe, 2, më shumë nuk nevojitet, dhe përsëri e përzina masën mirë. Përzierja është shumë e rëndësishme kur ta përgatitni këtë çorbë dhe masën e kalojmë në tenxhere. Dhe pjesën e ngelur do mundohem që ta hedhim, përsëri shtoj lëng. Shtoj dhe mishin. E uli temperaturën dhe në temperaturë të ulët e zi masën për 15 minuta. Patatet me kofshën i kam largu nga furra dhe pilavi është gati, kam servu në pjatë dhe pilavin do e kaloj kështu në një pjatë që t'ja e formën, mund që ta hedhni dhe paja dhe në formën, varet nga dëshira, mirë po unë du që ta bëj një pjatë të bukur. Kështu e shtypi pak me lugë që të bëhet më i ngjeshur dhe kaloj në një recept të pjatës. Për këtë iftar nuk do përgatis sallatë, mirë po do e shoqëroj kështu me feferonka, pasi kemi shumë perime të përzira nuk do ketë nevojë. Do e shoqëroj kështu me një kryesore me feferona dhe qep të kuqe. Do vendosi në njërin skaj, do e prej kështu në 4 dhe çorba është gati. E servoj. Iftari është gati, besoj si u ka pëlqyer mënyra se si e kam përgatit këtë iftar. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Zoti ju pranoft lutjet dhe ditën e agjerimit. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.